Rikthehemi tashmë. Rikthehemi me një ngjarje të fundit të mëngjesit sotëm, një ngjarje tragjike që na vjen nga Vlora tashmë. Do të kemi një lidhje me korrespondentin e A2 CNN Edi Ruçi nga Vlora. Mirëmëngjes Edi. Mirëmëngjes Edi. Mirëmëngjes, ju përshëndes dhe më vjen shumë keq që nga Vlora e nisim mëngjesin e sotëm me një lajm të trisht, me një aksident të rënd që ka ndodhur pas shpinës time në këto momente. Mund ta ndiqni edhe nga pamjet, është paksa larg, nuk e di nëse mund ta dalloni për shkak se perimetri i sigurisë është rrethuar, por kemi të bëjmë me një aksident ku janë përfshirë 3 mjete, të cilat pas aksidentit në fjalë kanë përfunduar edhe në flak. Bëhet me dije se në aksident janë përfshirë 3 automjete, një lloj të Benz, një mjet i llojit BMW dhe një tjetër i llojit të Seat, që ishte një mini fugon, le të themi, që çonte edhe punojësit në një prej firmave apo projekteve që po realizohet në qytet. Sipas informacioneve të cilat sigurisht janë paraprake, por vinë nga policia e Vlorës, bëhet me dije se një person ka humbur jetën, ka qenë drejtuesi i mjetit të llojit të BMW, i identifikuar më pas i shtetasi Flamur Cabello, i cili ka humbur jetën në vendngjarje pas shpërthimit të mjetit në flak. Gjithashtu janë plagosur në total 5 persona. Është plagosur drejtuesi i mjetit të Benz, por edhe 4 shtetas egjiptian me origjinë nga Egjipti, të cilët punonin dhe jetonin prej pak kohësh në Vlorë. Janë dërguar me urgjencë në spitalin e Vlorës, por plagët e tyre janë të shumta dhe deri më tani nuk ka një konfirmim eksakt për gjendjen e tyre shëndetësore. Kush mendohet të jetë tashmë shkaku, Edi, i këtij aksidenti? Tashmë mendohet të jetë shpejtësia apo një parakalim i gabuar, mbase nuk e di se cilat mund të jenë të dhënat paraprake tashmë, se dihet që është ende herët për të folur edhe për të dhënë informacione. Qëndrojnë të dy ato që u tha, si shpejtësia, si parakalimi i gabuar, është ende herët, mund ta ndiqni edhe nga pamjet, me aq mundësi sa mund të dalloni, pasi është diku tek po themi 200-250 metra më tutje. Policia është vendosur që të rrethoj zona, apo të vendosë edhe tabelën ndal policia për të parandaluar le të themi gjithë ata persona që t'i afrohen edhe vendit të aksidentit. Është një aks ku sigurisht të qarkullohet me shpejtësi, bypassi i Vlorës, një aks që lidh qytetin në breg detar të Vlorës me radhimën, orikumin në fshatin Tragjaz, dhe më pas merr një dalje tjetër për në drejtim të tunelit të Llogoras dhe në drejtim të jugut. Është një segment i cili është krijuar për të qarkulluar më me shpejtësi, për shkak se le të themi konsiderohet si një rrugë tjetër dalse e Vlorës për gjithë ata që duan të shkurtojnë distancën dhe t'i humbasin trafikut. Për këtë arsye, mjetet pavarësisht se tabela që është pak metra më tutje thotë deri në 60 km/h, për shkak se këtu kemi të bëjmë, siç mund ta ndiqni, edhe me një kthes. Në shumë raste mjetet të qarkullojnë edhe me një shpejtësi akoma edhe më të lartë se ajo e lejuara, dhe kjo bën që të kemi shpeshherë përfshirje në aksidente. Nuk kemi ende një konfirmim se kush nga mjetet ka bërë ndoshta parakalimin e gabuar apo ka qenë me më shpejtësi, por ajo se çfarë dihet është që të 3 mjetet pas aksidentit kanë shpërthyer në flak, dhe kjo me sa duket ka rezultuar fatale. Ngushëllime për familjen e viktimës dhe shërim të shpejtë të plagosurve mbetet të themi në këto momente. Edi, faleminderit për raportimin, do mbetemi në kontakt nëse do ketë të reja të tjera gjatë ditës. Faleminderit shumë. Edi, faleminderit. Është e frikshme që dëgjojmë her pas here raste të tilla që janë absolutisht fatkeqe, që i konsiderojmë, i flasim ditë pas dite dhe mendojmë që mund të jenë të fundit, paktën duke shpresuar.